Tregu i veturave të reja në Kosovë gjatë vitit 2025 ka shënuar një rritje të dukshme, duke konfirmuar një trend të qartë. Blerësit po zgjedhin modele me çmim të arsyeshëm, kosto të ulta, mirëmbajtje dhe prakticitet për përdorim të përditshëm. Të dhëna zyrtare nga Qendra e Automjeteve të Kosovës tregojnë se SUV-ët kompakt dhe hatchback-ët ekonomik kanë pasur kërkesa më të madhe. Top 5 veturat e reja më të shitura në Kosovë për vitin 2025 janë në vendin e parë Dacia Sandero Stepway me 413 vetura. Ai është modeli më i shitur, i preferuar për çmimin konkurrues, pozicionin e ngritur të vozitjes dhe prakticitetin për kushtet rrugore në Kosovë. Makina e dytë më e shitur është Renault Captur, 323 vetura prej saj janë shitur. SUV-i kompakt i krijuar nga Renault tërheq blerësit me dizajn modern, komoditet dhe balancim të mirë mes performancës dhe konsumit, zgjedhja ideale për familjet urbane. Më pas në vend të tretë qëndron Volkswagen Golf me 208 vetura të shitura. Ikona e segmentit hatchback vazhdon të ruaj pozicionin e saj. Golfi mbetet sinonimi i cilësisë, teknologjisë dhe vozitjes së qëndrueshme, duke ruajtur besnikërinë e klientëve ndër vite. Në vendin e katërt, si makina më e shitur në Kosovë është Peugeot 308 me 201 vetura që janë shitur në 2025-ën. Modeli me dizajn modern dhe teknologjinë e avancuar, i preferuar nga blerësit që kërkojnë stil dhe efikasitet në një veturë kompakte. Në vend të pestë me 200 vetura të shitura është Skoda Octavia. Octavia është zgjedhja e fortë për ata që kërkojnë hapësirën, rehatin dhe raportin të mirë çmim-cilësi, e përshtatshme për familje dhe biznese. Rezultatet e vitit 2025 tregojnë qartë se tregu kosovar po anohet drejt veturave ekonomike, funksionale dhe të besueshme, duke lënë pas automjetet luksoze me kosto të larta mirëmbajtje.